Plisi shqiptar në UNESCO, peticion online për simbolin e identitetit shqiptar. Plisi i bardh, simboli mijëvjeçar që ka sfiduar kohën dhe ka shoqëruar brezat e shqiptarëve si një emblem e pathyeshëm e identitetit sot, po kërkon vëmendjen e botës përmes një peticioni të nisur online. Mira qytetar po i bëjnë thirrje UNESCO-s që përfshihet në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Ky kapuç prej leshit të bardh, i punuar me dorë dhe me mjesht të ri, nuk është thjesht një element veshje, por një dëshmi e gjallë e historisë, traditës dhe qëndrueshmërisë tonë kombëtare. Plisi, kapela autoktone, është veshur nga shqiptarët prej shekujsh. Në krajina të ndryshme ai ka emërtime të ndryshme si qeleshe, kësul, qylaf, por pavarësisht emrit ai është simbol identitetit kombëtar shqiptar. Në një kohë kur globalizmi rrezikon të zbejë identitetet e veçanta, kjo nismë synon që Plisi të mos mbetet thjesht një kujtim në raftet e muzeve apo në fotot e vjetra, por të njihet zyrtarisht si pasuri globale. Njohja nga UNESCO jo vetëm që do të mbronte teknikën e gjallë të punimit të tij, por do të jepte një hovë të ri turizmit kulturor të trojeve shqiptare. Thirrja përmes këtij peticioni është e qartë. Bashkimi i firmave është një zë më shumë për të siguruar që trashëgimia jonë të mbetet e gjallë dhe nderuar në sytë e botës, duke ruajtur lidhjen e shenjtë mes të shkuarës dhe të ardhmes tonë. Deri më tani peticioni, edhe pse në ditët e tij të para ka arritur të marrë rreth 8.000 firma, numër që ndryshon vazhdimisht pasi interesi është i lartë.